Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Ditur, moderatori i njohur Florian Agalliu i jep fund martesës disa vjeçare. Rrjetet sociale kanë nxitur së fundmi aludime për një ndarje të mundshme në marrëdhënien e një prej çifteve më të komentuar. Në lup është vënë pikërisht marrëdhënia e moderatorit Florian Agalliu dhe partneres së tij Renisa Shabani. Dyshimet kanë lindur pasi çifti nuk ndiqet më në rrjetet sociale, ndërsa mungesa e ndërveprimit mes tyre ka rënë në sy dukshëm. Për më tepër, Flori dhe Renisa e kanë uruar vitin e ri me postime të ndara, ku në fokus ka qenë vajza e tyre duke munguar kartolina tradicionale familjare. Kujtojmë se pas denoncimit publik ndaj RTS-s, Florian Agalliu u bashkua emisionit të mëngjesit në Vision Plus, ku shfaqet në krah të moderatores Brikena Prifti, duke u dukur mjaft komod në rolin e tij të ri. Megjithatë, pavarësisht sinjaleve në rrjetet sociale, një krizë në marrëdhënien e çiftit mbetet ende vetëm në kuadrin e hipotezave, pa asnjë reagim apo konfirmim zyrtar nga vetë protagonistët.